thirrti juve, unë jam totalisht pa gjumë. Dhe dini pse jam pa gjumë? U ktheva mbrëm nga Fieri, nga shfaqja, goxha vonë, bëra një mbledhje me stafin e Kormeum në orën 11, atëherë mbyllin turnin. Dhe pastaj e pashtë arsyeshme të pyesja ChatGPT-n për zgjuarsinë e derrit. Mbasi më sqaroi mirë për zgjuarsinë e derrit, e pyeta zgjuarsinë, domethënë diferencën me zgjuarsisë së derrit dhe të macës. Dhe ndërmjet tjerave, ChatGPT-ja tha që derri është një kafshë që duhet trajtuar me shumë respekt. Që thash unë macën e mëjmë pllam dorës. Derrin e therim edhe më erdhi shumë gjëna për derrin. Pastaj më kujtu që ai derri që kena porosit në puk që këta derra që porosisim ne në puk që i bëjmë vetë salçiçet, sa të mirë janë salçiçet, pastaj më shkoi menja me ëngër pasta me salçiçet e Kormeum, pastaj thosha sikur ta kisha tani një salçiçet pjekme. Nuk e di çfarë i thoni ju këtij personaliteti. Pra personaliteti tim. Si ka emrin? Sa mu dhim zderri, pastaj direkt desha ta haja. Edhe kështu më zori ora 4 e mëngjesit duke hulumtuar mbi zgjuarsinë e kafshëve. Dhe sot ndjejmë një kafshë vërtet pa gjumë që duhet ikim prova, pastaj kam prap shfaqjen Fier. Faleminderit. Ika tani. Do thoni ju pse u dhash këtë sqarim, pa pikën e arsyes. Siç nuk kisha asnjë arsye me fol për zgjuarsinë e derrit. Por nejse, ditë me shi.